debuttante in maglia azzurra, intanto c'è un invasore. Sì, invasione di campo di un tifoso della... Emocione dhe spektakël kuqezi ofroi ndeshja historike mes Italisë dhe Shqipërisë. Një lojë fantastike, dimëve të Debiazit, të cilët pas rasteve për shënim e pësuan nga një episod duke humbur minimalisht me rezultat 1-0. 21.000 tifoz shqiptar të pranishëm në stadium, dukej sikur ndeshja luhej në Tiranë. Një tifozëri që përveç mbështetjes tregoi qytetari, fakt ky i evidentuar edhe nga mediat italiane. Loja nisi e bukur me raste të pastra për shënim nga të besuarit e teknikut italian Gianni De Biasi, por pa rezultat. Vërtetuam edhe një herë formën e shkëlqyer që po kalon ekipi, duke i dhënë besim për sukses edhe në grupin për eliminatorët e kampionatit Europian 2016. Edhe pse ishte parashikuar për më pak tifoz shqiptar, numri i lartë i tyre lidhet edhe me faktin se një pjesë e madhe mbështesin kombëtaren italiane në kompeticionet botërore. Eccolo qui, lo vediamo. Adesso Xhana. Ky tifoz shqiptar me flamur në dorë kërkoi nga kapiteni Lorik Xhana autograf me mbi shkrimin e tij, ndërsa stadiumi buçiste nga prohoritjet. Dy ndeshjet miqësore fillimisht me Francën dhe më pas me Italinë përbëjnë një mbështetje të madhe për kombëtaren tonë të futbollit, me shpresën e një kualifikimi historik për të qenë pjesë e kampionatit Europian 2016 që do të organizohet në Francë.